Partit opozitare kur e kam fjalën partit opozitare të legislaturës së kaluar, sepse ende nuk e kemi konstituuar kuvendin për të pasur pozitë dhe opozitë. Pra, për neve në studio besoj që për shikues është shumë e rëndësishme dim se ka të drejtojmë debatin. Pra, është LDK-ja e cila në këtë fazë nuk shkon në koalicion tashmë me vetëvendosjen veç u bë dhe publike, por as me subjekte tjera. Apo është apo s'është, pra, kjo është pyetja, sepse në bazë atij, po thamë edhe një herë, paragrafi që është shkoqita pak dhe citova, thuhet qartë se le të metet përgjigje edhe për tjerët. Nëse mund ta komentoj pra pak më ta sqaroj ose ta shtjelloj pak më shumë pra këtë paragraf. Pra ideja ka qenë që në emër të LDK-s flasin organet dhe të zgjedhurit brenda strukturave të LDK-s. Pra në këtë rast kryetari i partisë, kryesia e partisë, këshilli i përgjithshëm e kështu me radhë. Kjo është në rregull. Po kjo është në rregull. Pra mos të lexojmë për tek saj, pra kjo ka qenë mesazhi brenda atij paragrafi. Po mbetet LDK-ja mbetet e hapur megjithatë, nëse vetëvendosja nuk arrin që ta krijojë qeverinë, mbetet e hapur që të bashkëpunojë me partitë tjera opozitare për themelimin e qeverisë. Tash fillimisht është pyetje hipotetike, pra nëse vim deri aty që vetëvendosja nuk arrin, e kemi njërin nga paragrafet atje në fund të shkresës së zotit Abdixhiku, ku thotë ku shprehimisht që LDK mbështet pra konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë nga mandatari, pra në këtë rast nga lëvizja vetëvendosje si partia e parë në këtë zgjedhje, dhe natyrisht nëse dështon, kjo është një pikpyetje e madhe, nëse dështon, unë siç po shoh dhe analizat edhe nëpër studio, me gjas edhe nga deklaratat e vet disa nga figurat e vetëvendosjes që ata kanë mundet, paktën kështu deklarojnë publikisht. Mos është edhe që edhe vetëm në ndërhyrje fundit besoj. Mos është që edhe LDK-ja po lutet. Po lutet që vetëm mos shkojnë zgjedhje, po vetëvendosja ta bëni qeveri, sepse realisht unë besoj i dha vetit drejt ndoshta edhe me komentu, po pasi të shkyqëm lidhjen, besoj do të debatojmë sepse unë e shoh që pas këtij mesazhit stilistik që ndron një mesazh i cili nuk është në publik, është hipotetik, kuptohet i menduar nga anë ku i thotë Albin mos bëj gare të lutem se ti di që si kam punë hiç mirë brenda LDK-s, çurbane qeverinë me nismën me ata, se as nuk jem për bashkun zgjedhje, as nuk jem për të përkrah ty, e aq më pak me përkrah PDK-n bashkun në një qeveri. Pra, a është ky një farlloj mesazhi hipotetik? Si e deshifrove kështu pra? Po deshifrova sepse ne e dim fare mirë se si kanë rrjedh gjërat edhe brenda LDK-s, edhe rezultati, edhe reforma, edhe gjitha ato. Tash mos ma merr për të keq, unë jam komentator politik dhe më lejo pak a shumë të lëshoj me hipotezat e tilla. Edhe për ata dhe kam besimin që mund t'i drejtohem me pyetje të tilla. Pa merak, në fakt pyetje e shkëlqyeshme. Më shumë është e drejt, më shumë e them në mënyrë kolegiale. Më shumë është e drejtuar si rikujtim i përgjegjësisë kushtetuese, pra në këtë rast partisë ose koalicione që ka dalë para, që të mos, po flas shumë me term shumë popullor, që mos të zhagis procedurën ose procesin. Pra, ke mandatin e plot sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese që të formosh edhe institucionet, pra edhe kuvendin, edhe qeverinë, mos e zhagitni këtë proces, nominoni dikën për kryetar të kuvendit, pas atë përfundoj kjo, themeloni qeverinë ose tentoni për themelu qeverinë, nëse nuk arrini ju, pastaj presidentja i kalon kujt do tjetër që kanë ose pretendon ose mund ta bëjnë presidentin që ka frasht, është më shumë thirrje për të vazhduar me përgjegjësinë kushtetuese se sa çka do tjetër. Edhe dy komente i kam, një nga zoti Sem Berisha, ish kolegu juaj dhe nga kuvendi, dhe ju e njihni shumë mirë. Ka përshtypjen që do të sfidoj fort zoti Berisha, sepse pyetjet dhe komentet i ka përcëllues zakonisht. Jo. Kështu, kam dy pyetje dhe një komentim pastaj. E para, në letër dhe ju siç e interpretuat, domethënë në frymën e njëjtë, siç është përmbajtja e letër dhe kjo është korrekte. Unë më shumë kom parë hatërmbetje se sa distancim për shkak të parimeve dhe filozofisë politike. Edhe pse nuk e di nëse ka raste në rreshta kur ti ka provu ta fy Rrugovën duke i dhënë një epitet kështu periferik gjëja gjatë periudhës tij për ta zvogluar në madhështinë që ka në historinë e kombit tonë dhe të shtetit. Por me gjithatë nuk është lëshuar në fyrje të tipit çfarë ka bërë ndaj leadershipit partive tjera. Pra, më shumë hatërmbetje se sa distancë hendek parimor për shkak të parimeve dhe filozofisë. Dhe dy, letra që ka ardhur te LDK-s u trumbetu këtu pse s'ka të tjera parti, a thosh me një pretekst
tek LDK-ja.